Edhe këtë vit do të vazhdojë mbështetja për sektorin e blegtorisë dhe agrokulturës përmes pagesave direkte për kategori të ndryshme në përputhje me programin e miratuar për vitin 2025. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural përmes Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë ka hapur dje zyrtarisht thirrjen për aplikim për 6 mujorin e dytë të programit të pagesave direkte për vitin 2025. Në njoftimin e Ministrisë së Bujqësisë bëhet ditur se përkraja financiare do të përfshi disa aktivitete bujqësore të ndara në pagesa direkte për qumsht, pagesa direkte për therrjet e raportuara të gjedhit, pagesa direkte për viçat për majmëri, pagesa direkte për zogj për majmëri dhe pagesa direkte për akuakultur, ndërsa afati për aplikim ka filluar dje me 19 janar 2026 për të vazhduar deri më 18 shkurt 2026 në orën 16. Nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural gjithashtu bëhet ditur se të gjithë aplikuesit duhet të përmbushin kriteret e përcaktuara në program, ndërsa detajet e plota mbi kushtet dhe dokumentacionin e nevojshëm mund të gjenden në webfaqen zyrtare të Agjencisë për Zhvillim të Bujqësisë. E nga institucionet ftojnë fermerët që të aplikojnë me kohë dhe të përfitojnë nga mbështetja financiare për zhvillimin e aktiviteteve të tyre bujqësore.